Përshëndetje, mirëmbrëma të nderuar shikues, jeni me lajmet e orës 20, ju njohim fillimisht me titujt kryesor të këtij edicioni. Telefonatat me numër të gjatë të bëra në gjysmë të natës po i shqetësojnë qytetarët. Ata thonë se duke u përgjigjur në to po u shpenzohen shumë impulsa. Vala po punon për bllokimin e thirrjeve që po vijnë nga Bangladeshi e Vietnami. Flamuri që valon prej kohësh në rrethin në hyrje të Prishtinës, ka kohë që nuk ndodhet në këtë vend, qytetarët duan që simboli shtetëror të kthehet këtu, ndërsa komunarët nuk dashën të flasin për këtë çështje. Shefi i EULEX-it Bernd Borchard është shprehur i kënaqur me suksesin e këtij misioni në sundimin e ligjit. Kur u pyet për kapjen e peshqve të mëdhenj, ai tha se nuk është peshkatar, por përmendi 3 raste interesante. Rreshjet e pandërprera të natës së kaluar kanë shkaktuar vërshime në Shkodër e në Lezhë. Zyrtarët vendor thanë se dalja e lumenjve nga shtrati mund të përkeqësojë edhe më shumë situatën. Sigal Prishtina e ka mposhtur Kumanovën me 15 pikë diferencë në kuadër të Ligës Ballkanike. Loja u zhvillua në palestrën e rinovuar të Pallatit të Rinisë dhe Sporteve këtu në kryeqytet. Dyqanet për fotokopjem patën mysafir të papritur mëngjesin e së mërkurës në vend të studentëve. Atyre u erdhën për vizitë inspektorët kundër piraterisë bashkë me policinë. Ata po duan të ndalojnë librat që printohen pa leje. Morën policinë me veti për t'i ndjekur piratët. E ata po dyshohet se janë në fotokopjet në Prishtinë. Pronarët të lashe më të madhe po del t'i ken kamerat se sa inspektorët. Aksioni task forces të mërkurën filloi kontrollin për libra të fotokopjuar pa lejen e autorit. Në këtë lokal afër fakultetit ekonomik nuk zgjatën atë çfarë po kërkonin. Mirë po gjatë këtij operacioni që u zhvillua të mërkurën, pati rastit të shkelcëve të ligjit për të drejtat e autorit. Se gjatë kontrollimit të sot mësosh me jenë hasër domethënë një shumë pak, ndoshta librat e cilat kanë qenë të fotokopjuara, kjo është një fakt. E procedurat nuk përfundojnë vetëm me konfiskim, por të dyshuarit do të ndiqen penalisht pasi trajtohet si vepër penale. Parashes sanksione me mjete monetare, domethënë me para dhe parashitet të dënimi me burgim nga 3 muaj deri në 8 vite. Inspektorët që filluan këtë vit luftën kundër piraterisë me fotokopjet do të vazhdojnë edhe me shkelësit e tjerë. Kjo nuk po u konvenon studentëve. Për në anën tjetër, edhe pagesa e librave prej 10 ose 12 euro nuk është e drejtë ndajneve studentave kur e dim për kushtet të rënda që për shumicën e studentave. E dikush tjetër ka një propozim. Nëse profesorat bëjnë ulljen e çmimit të librave autoriale, normalisht se kështë qenë e mirë për neve. Mbase kjo është edhe arsyeja që studentët më shumë shihen me libra pirat se sa origjinal. E pasjet student të Universitetit Hasan Prishtina, mbase nuk do të kenë nevojë për këto libra të fotokopjuara, me që mund të kryejnë master në SBA falë ndihmës së qeverisë vendore dhe amerikane në projektin që po e implementon USAID. Drejtoresha e kësaj agjencie Maurin Shauket tha se në kuadër të këtij programi deri në fund të vitit 2019 do të ofrohen rreth 160 bursa të tilla nga fushat e sundimit të ligjit, shkencave inxhinierike, administratës publike, bujqësisë dhe fushave të tjera. Rektori i UP-s Ibrahim Gashi falenderoi qeverinë e SBA-s që po ndihmon Kosovën në zhvillimin e arsimit të lartë. Në vazhdim do të flasim për një shkollë në Opterush të Rahovecit, e cila ka goxha shumë probleme. Ajo ka rrezik që të rrëzohet duke pasur fëmijë e mësues brenda saj. Nuk e kanë brengën vetëm të mësimit e detyrave të shtëpisë. Këta nxënës të shkollës fillore lidhja e Prizrenit në Opterush friksohen se mund të shembet e tizo objekti ku ndjekin mësimin. Muret e kësaj ndërtese janë të qara 12 vite pas ndërtimit. Tërmeti më i vogël u rrezikon jetën 370 fëmijëve të këtij fshati të Rahovecit. Unë friksoha nëse kjo plasëritja na mbulon neve për shembull me mur. Duhet me bënë diçka sepse ne mund të rrezikohemi nga plasëritja e murit. E krejt çka mund të bëjnë mësimdhënësit është i luten Zotit të mos ndodh më e keqja. Jo keq, po shumë keq është. Tash është turpi kohës, ne po jetojmë në shekullin e 21, edhe po me ndodhë, inshallah nuk ndodhë, po me ndodhë diçka mandej pasojet, edhe të gjithë prindit kanë me arë të arsimtar, thënë, a e keni pa ju këtë gjendje shkollë? Drejtori i shkollës Skënder Krasniqi disa herë ka bërë kërkesë në komunë për ta zgjidhur këtë problem.
Por të vetmen përgjigje që ka marrë ishin premtimet që nuk u realizuan. Premtime dha edhe kryetari i ri i Rahovecit Idris Vehapi. Megjithatë, ai nuk i tregoi Klan Kosovës ndonjë afat se kur do ta riparojë këtë objekt. Ai tha se do të bëjë përpjekje për ndërtimin e një shkolle të re kur të krijohen mundësitë buxhetore. Nxënësit e shkollës Mustaf Venhari në Vushtrri që kanë siguri maksimale, po merren me projekte inovative. Një film i tyre për shfrytëzimin e biçikletës u nderua me mini Oscar. Është film dokumentar që flet për përdorimin e biçikletës. Atë e krijuan nxënësit e shkollës Mustaf Venhari në Vushtrri. Për punën e tyre rreth filmit me titull Inkurajo biçikletën, ata morën çmimin Mini Oscar. Këta janë në mesin e 50 konkurrentëve që morën pjesë në garën që ka organizuar programi për arsim themelor i USAID-it. Edhe pse nuk ishte pjesë e jurisë, udhëheqësi i këtij programi të USAID-it tha se tema Inkurajo biçikletën e meriton vendin e parë. Nuk kam qenë pjesë e jurisë që ka përzgjedhur këtë film, por kam qenë shumë i kënaqur me temën e filmit, sepse gjithë jetën time e kam shijuar ciklizmin. Ciklizmi mund të ju kursej para, nuk ndot ambientin dhe ju mban më të shëndetshëm. Për punën e nxënësve të saj, foli e emocionuar edhe mësuesja. Më lejoni që edhe një herë, në emrin tim personal, të ju uroj mirëseardhje të gjithë ju që sot jeni të pranishëm në këtë ceremoni, dhe se dua t'ju them që më të vërtet na keni nderuar me ardhin e juaj. Më të gëzuarit e kësaj ngjarje ishin ata që dolin fitues. Inkurajo biçikletën që duhet ta përdorim biçikletën më shumë. A jeni gëzuar që e keni fituar çmimin? Po shumë. Përfaqësues të USAID-it premtuan të ndodhin projekte të tjera të ngjashme në këtë komunë. Koalicioni i organizatave për mbrojtjen e fëmijëve në Kosovë ka ngritur një shqetësim lidhur me mospagesat e skemave sociale për fëmijët në nevojë për 2 muajt e fundit të vitit 2013. Për nëntor nuk janë realizuar pagesat për fëmijët e strehuar tek të afërmit e përdhjetor, nuk është paguar as skema për fëmijët të cilët qëndrojnë në familjet e strehuara alternative. Madje sipas të dhënave të kësaj organizate nuk është realizuar as pagesa e shtesës prej 5 eurove për të gjithë ata që janë të përfshirë në kuadër të skemës së asistencës sociale. Të kontaktuar nga Klan Kosova, zyrtarët e informimit të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale thanë se si staf nuk janë të informuar sakt për këtë gjendje, por u premtuan se një përgjigje do të jepet të njëjtën. Vështirë, e mbase edhe pa bukë mund të mbetet për pak ditë edhe një familje, e të mos flasim për gjëra të tjera që u mungojnë tash sa kohë familje Sahiti nga Cërnica e Gjilanit. Situata e tyre rëndohet edhe më shumë nga sëmundja e djalit 12 vjeç. Ky është ushqimi vetëm për fëmijët e saj. Veç bukës, Hasbia s'ka gjë tjetër për të shtruar në sofër. E në fakt, ky duket se është problemi më i vogël për familjen 8 anëtarëse të Megjes Sahitit nga Ferizaj. 6 nga ta janë të sëmurë. Babai bashkë me 2 vajzat vuajnë nga epilepsia. 2 vajzat tjerat me tëmeta mendore dhe gruaja nuk e ka fare njërën veshk. Po, shtirë është edhe mësë me pas, edhe me njërë smut, vetë smut që një vjetëm që shtët, ma shumë në shtrumë kumnetëm së qëtë. Kryefamiljari që është i punësuar si pastrues në një shkollë, thosë se 200 euro që i merë në muaj i shpenzon në ilaçe. Smuj me të kalu, se jesëm shpesher pas më dhete shtynë dy qysh, me këtë farrogën e vogël, a më shumë së në shtynë, se të smuat njaj këtë me porë. Sahiti që dikur përfiton të ndihmë sociale, tani nuk merë para as për fëmijët e sëmurë. Familja në fjalë nuk i plotson kriter për shkak se nuk ka fëmijë nër 5 vjet. Mbi 18 vjet ka anëtarë të familjes të cilët janë të lejmëruar në anën e punësimit, plus kryefamiljari është punësuar në shkollën e mesme ekonomike Fajkonisa në Ferizaj si pastrues, ku realizon të ora mbi limitin e skemës sociale. Në drejtorinë e administratës për pensione invalidore në Ferizaj, tha se vajza e madhe me gjitit e cila ka mbi 18 vjet mund të aplikojë për ndihmë në këtë institucion. Sipas Eles Allahu, nëse vërtetohet se ajo është e paftë për punë, ka të drejtën e pensionit invalidor. Shumica prej atyre që kanë numër telefoni nga Vala janë përballur kohëve të fundit me thirrje që u vijnë nga vende të ndryshme të botës.
Pos shqetësimit që mund të sjellin, posta thot se këto telefonata nuk rezultojnë me shpenzime. Nuk kam fare festë as njofshëm në Bangladesh, Vietnam e shumë shtete tjera aziatike. Por klientët e operatorit publik Valja po shqetësohen nga telefonatat e vona që po bëhen nga këto shtete. Më ka rastit që më kanë thirë kur kam qenë në mësim, po ashtu më ka rastit të më thrasin në kohë në orën 3 natës, dhe më thënë që unë isha duke fjetur, dhe një kohë shumë e papërshtatshme për të telefonuar dikush. Që 2 herë më kanë nërë, sot veç ma të sikrojnë edhe si fshili. Dikush po mendon se individ të caktuar po i shqetësojnë me qëllim. I kësha unë që atë në kërshot diçka në regull, nëse është përshem njëri familjar, edhe me thirën 3 natës, dush me ditë në arsye pse pe thirë. Së është problem, anë në herë, hajde në herë, 2-3, ama shumë herë, dysha egal, nuk në regull. E këto thirrje të vona mund t'i shkaktojnë edhe problem qifteve nëse nuk janë liberal si kjo zonja. A i keni vërtit? Jo, absolut, edhe kërë jam konë në rejë, se këmë vërtit, jo tash. Jo. Zyra për informime Valjes njofton se askush nuk ka qasje në listën e numrave të klientëve, por numrat zgjidhen në mënyrë kompjuterike. Sipas tyre, Valja dhe Monaco Telecom, që e menaxhon trafikun ndërkombëtar, janë duke punuar në bllokimin e destinacioneve ku janë verifikuar këto thirrje. Ata thonë se nuk ka vend për panik. Më shumë se 10 persona janë lënduar, disa prej tyre rënd, pas një aksidenti kur autobusi ka rëshitur dhe ka dalë jashtë rrugës, e më pas është rrokullisur në fshatin në Biras të Suarikës. Thuhet se ngjarja ndodhi nga mospërshtatja e shpejtësisë me kushtet atmosferike dhe të rrugës. Të lënduarit po marrin trajtim në Spitalin Rajonal të Prizrenit. Gjendja e të lënduarve, siç raporton Prizreni Press, është jashtë rrezikut për jetën. Policia e Kosovës ka arrestuar një të dyshuar në akuzat për keq trajtim seksual, mashtrim dhe mbajtje e armës pa leje. Pas një hetimi disa mujor, gjatë të cilit janë identifikuar 4 viktima femra, të cilat ishin mbajtur në kontroll të plot pa dëshirën e tyre, duke u shfrytzuar seksualisht nga i dyshuari. Gjatë kontrollit të shtëpisë së të dyshuarit janë gjetur dhe sekuestruar armë, municion dhe dokumente të personave të ndryshëm që kanë të bëjnë me dyshimin për veprat penale. Me vendim të prokurorit të arrestuarit i është saktuar masa e ndalimit prej 48 orësh për të vazhduar me procedurat të mëtutjeshme. Arrestime kishte edhe në Obiliq, të prangosur ka edhe zyrtar të komunës që marrën pjesë në keqpërdorimin e financave të ndara për një projekt komunal. Punët në këtë park nuk u kryen si duhet. Mungon shumë çka në këtë projekt që ishte financuar nga komuna e Obiliqit. Ata që e nisën punën, por e lanë gjysmë, tashmë janë prapa grilave. Ky është parku rekreativ i komunës së Obiliqit, i cili do duhej të dukej ndryshe, por për shkak të keqpërdorimit të mjeteve financiare, punët mbetën pa u kryer përfundimisht. Ndërkaq si pasojë e keqpërdorimit të këtyre mjeteve, u arrestuan 4 zyrtar komunal. Arrestimi i tyre ndodhi pas një pune që bën një komision verifikues i krijuar nga komuna. Ekspertët konkluduan se një shumë e konsiderueshme parash është keqpërdorur. Si pasojë e kësaj, zyrtarët komunal të përfshirë në këtë çështje u paditën. Janë arrestuar 4 zyrtarë të komunës së Obiliqit, të cilët dyshohen për keqpërdorime, gjithsesi keq menaxhim të projektit në bazë të ankesave qytetarëve, për cilën kryetari aktual ka formuar një komision dhe pastaj në bazë të komisionit vlerësues ka bërë denoncimin në polici. Ndërsa sipas policisë, arrestimi i të dyshuarve është bazuar se kanë kryer veprën penale keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar. Personat e arrestuar me inicialet HR, ZK, SHB dhe BP janë intervistuar dhe pas prezantimit të provave materiale në prokurorinë themelore në Prishtinë, të dyshuarve u është caktuar masa e ndalimit për 48 orë deri në vazhdimin e procedurave të tjera gjyqësore. Policia e Kosovës në rajonin e Gjilanit ka arrestuar 2 persona të dyshuar dhe ka konfiskuar mbi 4 kg substanca narkotike. I tërë operacioni është zhvilluar në mbikëqyrjen e prokurorit të shtetit. Lidhur me rastin janë sekuestruar si dëshmi një veturë llojit Opel Astra, 6 paketime me substancë narkotike dhe 2 telefona celular. Komuna e Prishtinës tashmë i ka të gjitha strukturat udhëhece, por duket se qeverisja së re duhet ende kohë që të mësoj për punët që po e presin. Kjo mbase është arsye që ata nuk po kujdesen për flamurin shtetëror.
U gres, por pra valoj. Ndodhi që edhe unë ndërua, por me gjithat këtu në hyrje të Prishtinës gjithë një qëndrojnë një flamur. Por tash kjo shtyllë e zbrazët është kthyer në një vend ku vëshojnë shpezet. Mungesën e flamurit e kanë vërejtur edhe qytetarët. Edhe masi ja vendus të dët me qëndru. Mos shtet një orë komtarë një flamur. Se normal edhe institucionit policia kejtë popullë e thirin rrethit e flamuri. Edhe s'do të me lanë asë një ditë pa e vendos. Ajo është simboli që tash për tash në tjetër s'kem qka shumë njërit Prishtinës. Flamurin edhe ka pas jemër, flamuri shtetëror, na e kemi prit me shekuj këtë shtetë. Me mirëmbajtjen e tij, deri tash është marrë komuna e Prishtinës. Por pushtetarët e rinj në kryeqytet nuk po duken të kujdesshëm me këtë simbol shtetëror. Klan Kosova ka provuar të marrë një përgjigje nga komuna e Prishtinës, por një gjë e tillë nuk ka qenë e mundur. Zëdhënësi Adonis Tahiri ka refuzuar të flasë për këtë punë, pavarësisht se njerë premtoi se do ta bëjë një gjë të tillë. Qeveria e Kosovës ka marrë vendim për të mbuluar shpenzimet e varrimit të asambleistit në komunën e Mitrovicës së Veriut, Dimitrije Janiqević, i cili u vra gjatë javës së kaluar. Për këtë qëllim, qeveria për familjen i ka ndarë 15.000 euro. Pashtu ekzekutivi ka themeluar këshillin organizativ për 6 vjetorin e shënimit të pavarësisë së Kosovës. Për të mbuluar shpenzimet që do të bëhen gjatë kësaj dite, janë ndarë 100.000 euro. Ndërkohë është marrë vendim për vendosjen e vizave për të gjithë qytetarët që vijnë nga Bosnia. Në këtë mbledhje të qeverisë u fol edhe për vizat që duhet të marrin kosovarët të cilët udhtojnë drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Hayreddin Kushi tha se Kosova i ka kryer obligimet ndaj BE-s. Nëse thoni a do të ndodhë në fund të këtij viti, unë ju them jo. Qeveria nuk e priti mirë atë që e tha të martën e Prishtinë eurodeputetja Ulrike Lunacek për çështjen e vizave. Por këtë që ka mundën të thonë ekzekutiv ishte se Prishtina do të negociojë me Brukselin që liberalizimi të ndodhë për më pak se 2 vjet. Po jemi bindur që Kosova po ecën në aplimin për integrim evropian, në këtë drejtim dashka do ta bëjmë një kompromis në ata fati kohor që ka thënë zëvendësi. Sipas Kuqit, kjo mund të bëhet nga se Kosova i kreu punë të veta, megjithëse që e pranoi se pati diçka që nuk shkoi mirë. Vendimet që janë marrë për ballkonin perëndimor me siguri, migracioni pastaj i vazhdueshëm, e dyshime që mund të jenë për veprime të tilla, zgjedhje që mund të bëhen këtë vit në Kosovë, zgjedhje në Parlamentin Evropian, për Komisionin Evropian, gjitha janë veprime që nuk ndikojnë pozitivisht në vendimmarrjen për liberalizim të vizave. Shefi BE-s në Prishtinë, Samuel Zbogar, tha se një mision faktmbledhës do të paraqes në fillim të vitit një raport për çështjen e vizave, në mënyrë që më pas do të dihet gjendja, por ai nuk përmend asnjë datë kur kosovarët mund të udhtojnë lirshëm. Komisioni Evropian është duke vlerësuar ecurinë e procesit të Kosovës. Padyshim se Kosova është drejt rrugës së liberalizimit të vizave, por për mua është e vështirë të jap datë apo premtime. LDK-ja i kërkoi qeverisë të mërkurën të mos bëjmë deklarata e premtime për lëvizje pa viza. Arban Abrashi thani në konferencë të organizuar enkas për këtë çështje se plani i veprimit duhet të trajtohet më seriozisht. Kosova është jo tolerante ndaj anarkisë dhe ekstremizmit, kështu ka deklaruar kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, në pritjen tradicionale në fillim vitit të mbajtur nga partia e tij. Haradinaj pranoi që nuk është i kënaqur me krejt atë se çfarë po ndodh në vend, por shprehu gatishmërinë për të ecur drejt rrugës evropiane. Kosova, siç ka thënë ai, është vendi i tolerancës etike, politike, fetare, por vendi, siç tha Haradinaj, nuk e toleron anarkinë, ekstremizmin, krimin, korrupsionin, por edhe varfrinë. Dikujt mund t'i duket ekstremizëm i skajshëm bile, por disa burra nga Gjilani kanë vendosur që të mësyjnë në këmbë rrugën deri në Bruksel. Atje kanë vendosur që të ankohen për diçka. E shohim kronikën dhe mësojmë bashkë se për çfarë bëhet fjalë. Këta 3 burra nga Gjilani kanë një plan goxha ambicioz. Kanë ndërmend që me 30 prill të nisën në këmbë nga qyteti i tyre deri në Bruksel. Rrugën prej gati 2600 km e kanë ndërmend ta kalojnë për 78 ditë. Në këtë sfidë me të cilën po dëshirojnë t'i tregojnë Evropës se kosovarët kanë lëvizjet e lirë, do të mund t'i bashkangjiten edhe 2 persona. Dhe nuk mund t'i marrë me 10 vetë apo 20 vetë, sepse është një kosto e cilën nuk i përballojmë dot. Të njëjtit kanë ecur për 18 ditë edhe për 100 ditorin e pavarësisë së Shqipërisë nga Gjilani në Vlorë. Kemi kaluar shumë bukur, ka qenë
një udhtim shumë i mirë, ka një privilegj dhe kënaqësinë time që kur një dugave të harroj atë udhtim edhe kënaqësi drejt Vlorës. Tash është misioni tjetër, drejt Brukselit. Këtë përvojë nuk e përjetoi Jahi Mustafa, por ka vendosur të shkojë në Bruksel. Ideja shumë e mirë dhe një hap shumë i qelluar për vendin tonë Kosovën, duke pas parasysh edhe geton e Europës që është për neve kosovarët. Rrugëtimi për 5 udhëtar thonë se planifikojnë t'ju kushtoj diku rreth 60.000 euro, të cilat presin t'i sigurojnë nga donatorët. Nuk e di definicionin e peshqeve të mëdhenj, por shefi i EULEX-it tha se asnjë person, pavarësisht fuqisë që mund të ketë, nuk do t'i ikë përgjegjësisë para ligjit. Gjyqi që po i bëhet Ramadan Mujës është duke u vlerësuar si një sukses i EULEX-it. Po ashtu, edhe ai ndaj Fatmir Limajt në rastin e Ministrisë së Transportit, shefi i Misionit Evropian, Bernd Borhardt, kësaj vlerësimi i dha edhe rastit të Ilir Tolajt nga Ministria e Shëndetësisë. Ai përmendi këto 3 raste kur të mërkurën, pas takimit të bordit për sundimin e ligjit, u pyet për arrestimet e peshqve të mëdhenj, siç ishte premtuar. Kur shohim rastet e personave të akuzuar ose gjykuar, siç është rasti i ish sekretarit të Ministrisë së Shëndetësisë, zoti Tolaj, pastaj të kryetarit të Prizrenit, i cili është në proces sipër, si edhe kemi 2 raste në Ministrinë e Transportit. Por ai tha të mos e di saktë nëse peshqit e mëdhenj ekzistojnë në të vërtetë. Dhe unë kur nuk e di se cili është definicioni juaj i peshkut të madh. Nuk jam peshkatar dhe peshkimi nuk është hobim, por prokurorët dhe gjykatësit kanë qenë të suksesshëm në gjykimin e më shumë se 400 rasteve. Borhardt bëri të ditur se gjykatët e EULEX-it janë marrë me më shumë se 200 raste kriminale e civile. 30 nga ato, ose mbi 10%, kanë të bëjnë me krime lufte. Për korrupsion e abuzime tjera ishin 90 raste. Grupit të Drenicës si është vazhduar paraburgimi edhe për 2 muaj të tjerë. Lajmin e ka konfirmuar avokati Tom Gashi, duke thënë se gjyqtari e EULEX-it në cilësinë e kryetarit të trupit gjykues në rastin e ushtarakëve të USHK-s, që njihen si grupi i Drenicës, nuk e ka pritur fare skadimin e paraburgimit që do të ndodhte nesër më 23 janar, por me vendim të ri sot u ka vazhduar paraburgimin edhe për 2 muaj. Deri më 23 mars të vitit 2014. Sulejman Selimit, Samil Ushtakut, Sahit Jasharit, Avniz Abelit, Hysni Thaqit, Jahir Demakut dhe Zeqer Demakut. Të pakënaqur me këtë vendim, avokatëve, siç ka thënë ai, u mbetet që të paraqesin ankesë në gjykatën e apelit. Do flasim tani sërish për problemet që ka në disa shkolla, por kësaj radhe ato në kryeqytet. Në fakt janë pastruesit e tyre ata që kanë protestuar gjatë ditës sotme, duke mos e bërë punën për shkak të pakënaqësive që kanë me pagat. Kjo papastërti në shkollën e mesme bujqësore Abdyl Frashëri duke se do zgjas edhe për një kohë të pasaktuar. Kjo për shkak se kompania e pastrimit AB e kontraktuar nga komuna e Prishtinës për t'i kryer këto punë, nuk i pagoi punëtorët e saj që 2 muaj. Neve na kanë thonë 12-15 ja bëjmë pagesën, domethënë sot 22 muaj në 10 orë se kena marrë rrogën ende. Domethënë veç këta me shkollë që janë e morën domethënë rrogën e dytë, na ende domethënë rrogën e parë. Drejtoresha e firmës në fjalë Albulena Brestovci tha me telefon se kjo situatë është krijuar për shkak se komuna nuk i ka kryer obligimet ndaj saj. Por një gjë të tillë e ka mohuar nënkryetari i Prishtinës Dardan Sejdiu. Komuna i kryen gjithë obligimet e veta me kohë. Ka raste kur si kryen? Këtë rast i ka kryer gjithë obligimet e veta me kohë. Domethënë komuna nuk i ka bërë asaj kompanie. Jo. Ai tha se ky problem që u trashëguan nga qeverisja e kaluar do të zgjidhet së shpejti. Ne kemi treguar përfaqësuesit të punëtorëve që ne jemi të interesuar që këtë problem ta zgjidhim në mënyrë që punëtorët mos psojnë prej kësaj. Ku do të jetë zgjidhja ose si do të jetë zgjidhja? Ne kemi një takim të hënën me përfaqësuesin e tyre. Të pakënaqur me pagesën janë 18 punëtorë të 5 shkollave të mesme të Prishtinës, duke përfshirë 7 shtatorin, Eqrem Çabein, Prenk Jakovën, Hoxhkadri Prishtinën dhe Abdyl Frashërin. Problem të ngjashëm patën edhe pastruesit të filloreve në nisje të vitit të ri shkollor. Lideri i AK-s Ramush Haradinaj ka takuar sot kreun e PDSH-s Menduh Thaqin. Takimet e këtyre 2 liderëve janë shpeshtuar në Prishtinë, por Thaqi i Maqedonisë asnjëherë nuk po e takon Thaqin e Kosovës. Për të lashet që kanë shqiptarët në Maqedoni, Menduh Thaqi i PDSH-s erdhi t'i çaj hallet me Ramush Haradinaj në Prishtinë.
Takimet e këtyre liderëve partijak janë shpeshtuar, por thaqi i Maqedonisë asnjëherë nuk po e takon thaqin e qeverisë së Kosovës. I pari është i gatshëm për takim me kryeministrin e Kosovës, mirë po pengesë po del të jetë qëndrimi i tij karshi politikave institucionale që po bëhen në Prishtinë. Të thuash të vërtetën, politik nuk është gabim. Shpeshherë them të vërtetën. E të vërtetë ndoshta dikujt si konvenon, unë jam i zgjedhur nga ata njerëz që i përfaqësoj atje që ta them të vërtetën. E ardhja e musafirit nga Tetova për Ramush Haradinajn është punë e madhe për shkak të harmonizimit të qëndrimeve politike karshis shqiptarëve jashtë Kosovës e Shqipërisë. Mënyra më e mirë me ndihmu shqiptarët është me ditë na me punu në Kosovë, në radhë parë, me kry punë tona që duhet, me qeverisë vetën që duhet, me aftësu Kosovën për BE, për NATO, që ajo është e mira. E dyta është me i njoftë mirë temat që i prekupojnë shqiptarët, pra cilat janë ato. Takime si këto u tha se do të jenë më të shpeshta për shkak të ndikimit politik që kanë dy subjektet politike dhe liderët e tyre në Kosovë e Maqedoni. Agjencia Kosovare e Privatizimit ka bërë hapje në 9 ofertave në tenderin për angazhimin e ofruesve të shërbimeve profesionale në ndërmarrjen Trepça, që ka për qëllim riorganizimin e saj. AKP-ja bën me dije se gjitha kompanitë e konsorciumet që kanë aplikuar në këtë tender çmohen të jenë të rangut botror në projekte të ngjashme. Angazhimi i një kompanie është pari arsyeshëm për mbështetjen e AKP-s në realizimin e objektivave për rivitalizimin e kombinatit. Edhe Klan Kosova ka raportuar para pak ditësh se riorganizimi parashesh shqyrtimin e kërkesave të kreditorëve, vlerësimin e rezervave minerare në kombinat, regjistrimin dhe vlerësimin e aseteve dhe detyrimeve si dhe ndikimet ambientale e sociale të Trepçës. Fatos Meqa, udhëheqës i njësisë së Trepçës në AKP, ka deklaruar se ky projekt është i një rëndësie të veçantë për zhvillimin e kombinatit pa paragjykuar të ardhmen pronësore të saj. Ministri i Shëndetësisë, Ferit Agani, ka premtuar sot se të gjithë pacientët e sëmurë me kancer nuk do të paguajnë terapinë gjatë trajtimit që do të marrin në QKUK. Këtë zotema e bëri gjatë vizitës në Institutin Onkologjik. Para 4 muajve u diagnostifikua me kancer. Trajtimin e kësaj sëmundjeje, Isret Bejluli nga Ferizaj po e bën në Institutin Onkologjik të QKUK-s. Por shumicën e barnave, ai po duhet t'i blej vetë kostoja të cilave është e lartë. 199 euro ka kushtu një terapi. Veç një terapi. 3 terapi kanë qenë over të 400 euro vetëm një cikl, 6 cikla ka 400 euro, plus shpenzime tjera. Njësoj vepruan 730 pacientët e rinj të diagnostifikuar me këtë sëmundje në vitin e kaluar. Megjithatë, një premtim i Ministrit të Shëndetësisë Ferit Agani, të cilin e dha të mërkurën në Institutin e Onkologjisë, u arriti shpresat se shteti do të kujteset për këta të sëmurë. Nuk ka nevojë të blehen barnat më të vetëm bëhet kërkesa në Ministrinë të Shëndetësisë, mjekët ja u shkruajnë mendimin se ka nevojë më ble barnat, se për momentin si kemi, Ministria e Shëndetësisë për një periudhë 7 deri në 10 ditë i siguron ato barna. E ky lajm sipas drejtuesit të Institutit Onkologjik është shumë pozitiv për pacientët. Buxhetin që momentalisht është ndopur citostatik që është 5 milion, a nevojat janë dikon rreth 9 milion, mos them më shumë. Ministrit ju paraqiten edhe nevoja tjera gjatë kësaj vizite. Natyrisht nevojat të cilat i ka instituti mu parashtruan edhe sot edhe në aspektin teknologjik sa i përket pajisjeve dhe sa i përket aftësimit të stafit dhe ne do të kemi parasysh këto edhe në periudhën e ardhshme. Furnizimin me barna, Ministri Agani u shpjegoi edhe të tjerëve që i takoi korridoreve të Institutit Onkologjik. Pavarësisht sa kushton llogari, këtu do në momentin kur Do të shkojmë tani në Shqipëri, atje ku Shkodra e Lezhë janë vërshuar pas rreshjeve të pandërprera që kanë rënë gjatë natës së mbrëmshme. Raportohet për rrezik edhe më të shtuar me që lumenjt nga këto vende kanë dalë nga shtrati, duke përmbysur kështu jo vetëm toka të mbjella, por edhe banesa dhe shtëpi. Në vendet përkatëse ka qëndruar edhe Ministri Edmond Panariti, i cili ka biseduar me banorët e kësaj ane dhe kanë shqyrtuar mundësit për të ofruar ndihmë banorëve të Shkodrës dhe të Lezhës, vende këto më të prekurat nga vërshimet.
Do të vazhdojmë tani me sportin. Ministri i Kulturës, Rinisë e Sportit Memli Krasniqi bashkë me drejtorin e Pallatit të Rinisë Bajram Mukën kanë bërë përurimin e renovimit të palestrës në këtë objekt. Krasniqi tha se është i lumtur dhe krenar që ministria të cilën ai e drejton ka bërë një investim në funksion të përmirësimit të infrastrukturës sportive. Ai ka theksuar investimet që janë bërë edhe në qytete tjera të Kosovës. Drejtori UKA ka thënë se kanë fituar një sallë shumë të mirë dhe kushte të mira për lojra të cilat tashmë vazhdimisht po rriten, si dhe po rritet ndërkombëtarizimi i sportit kosovar. E sallën e rinovuar e bën sefte basketbolistët e Sigal Prishtinas. Ata mundën Maqedonasit e Kumanovës me 15 pikë diferencë në kuadër të Ligës Ballkanike. Dolën për herë të parë në sallën e rinovuar të Pallatit të Rinisë. E në vendin ku investuan 115.000 euro, Sigal Prishtina e ka për mysafir liderin e Ligës Ballkanike Kumanovën. Me intonimin e himnit nga plisat dhe shpalosin e një flamurit të madh kombëtar, u ndezën lojtarët vendës. Amerikani Kendrick Jones mori në duart e veta udhëheqjen e bardhakaltërve. Ai depërtoi dhe shënoi nga çdo pozitë duke realizuar 25 pikë. Në ndihmë atij erdhi edhe Dardan Berisha dhe Blerim Azreku që bashkë shënuan një pikë më pak. Ndërkohë mysafirët nuk arritën që asnjëherë të kalojnë në përsie, as të barazojnë rezultatin dhe kështu psuan humbjen e katërt këtë sezon me rezultat 75-60. Më së shumtit e Kumanova u dallua Ivan Mishković me 20 pikë. Nga vendi 4, tani Sigal Prishtina është ngritur në vendin e dytë në tabelë. Ndryshe ndeshjen e përcolli edhe drejtori i Ligës Ballkanike Shaj Shtriks bashkë me kryetarin e FBK-s Erold Belegu. Ky është informacioni i fundit, ju kujtojmë edhe një herë me 2 nga ngjarjet. Telefonatat me numër të gjatë të bëra në gjysmë të natës po i shqetësojnë qytetarët. Ata thonë se duke u përgjigjur në to po u shpenzohen shumë impulsa, Vala po punon për bllokimin e tireve që po vijnë nga Bangladeshi e Vietnami. Shefi i Euleksit Bern Borhard është prehur i kënaqur me suksesin e këtij misioni në sundimin e ligjit, kur u pyet për kapjen e peshqve të mëdhenj, ai tha se nuk është peshkatar, por i përmendi 3 raste interesante. Të nderuar shikues, me njëherë pas parashikimit të motit dhe bllokut të reklamave do të mund të ndeshni zonën B. Musafiri Baton Haxhiu do të jetë avokati Tom Gashi. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe ju uroj natën e mirë.